mërgjimtar, nuk është që ishte kundër mërgjimtar. Unë do me folë veç realitet, nëse unë e përfaqësoj një... Unë të folë realitet, ka plot mërgjimtar që mendoj një si Loriku, mos e fusim krejt në një sas. Tonë heroike, hajde ti ku e ki shpina ti pika vjen, hajde ti balabaqo. Lorikun, Ja, të lutem. se ka një kundër përgjigje. Ti ku ke? Ti. Lorikun ka një kundër përgjigje, frashët. Unë nuk e mohoj diasporën asesi. Nëse flas vetëm për veti, foli edhe për kolegët e mi. Na jena falemnderues gjithmonë. Unë po flas që në atë aspektin dasmat i kam shumica zhvillohen prej diasporës, po normalisht edhe pi kosovarëve. Po na shtetanin e kem pak ma problem mi bo dasmat, edhe pse i bojmë, ndoshta i bojmë ma të vogla, puna standardi, ju i bëni ma të mëdha, ndoshta. Po du me thonë që aspekti i ndihmës, për shembull, ose i rritjes financat Kosovës normalisht është pjesë edhe e juja, është e pamohueshme. Duke relaksu prapë muhabetin pak edhe gëzonin, du me pyet a ka këzha kështu mërgjimtar që kërkojnë rekomandime për trajnim? Po, kam klienta shumë, kam klienta që